Deri tani gjithë ajo që dihet pra është që në ora 22:35 minuta, një qytetar i cili rastësisht ka kaluar aty e ka pa veturën e përmbysur, pas çka dhe e ka raportuar në polici dhe vetëm gjysmë ore më vonë, pra diku rreth orës 23, ekipet mjekësore të cilët kanë dalur në terren e kanë konstatuar pra se bëhet fjalë pra se të 3 persona të aksidentuar kanë ndruar jetë. Sipas informacioneve, vozici pra ka shkuar deri në aeroport të Shkupit për të marrë 2 personat e tjerë nga Shkupi dhe për të kthyer përsëri në shtëpi pra në Kosovë. Por megjithatë tek rrethi i parë i cili gjendet në rrugën e cila do ta lidh autostradën Shkup-Blac, aty dyshohet se shoferi e ka humbur kontrollin. Pra vlen teksohet se aty është pak sa errësirë për shkak se rruga është ende në përfundim e sipër, pra dhe mendohet se shoferi nuk e ka parë rreth rrotullimin që gjendet aty, pas çka dyshohet se janë aksidentuar. Pra këto janë disa informacione jo zyrtare, megjithatë ende do të presim dhe të shohim se çfarë faktikisht do të njoftoj prokuroria dhe policia. Po, se në fakt besja ndesha të pyes për të, sepse edhe më herët që ishim me njërin për i familjarët të ndjerëve tashmë, e tha këtë që pra mungesa e sinjalizuesve ka quar në këtë aksident. Kështu që rruga pra që ku ka ndodhur saktësisht aksidenti, ka mungesë, apo jo? Mund na konfirmosh edhe ti këtë, ka mungesë të sinjalizuesve, apo jo? Mungesë të ndriçimit ka. Pra, rruga është pak se errësirë dhe njerëzit të cilët frekuentojnë këtë rrugë apo e shfrytëzojnë për herë të parë, dhe që nuk e dinë që ka rreth rrotullim, është pak e rëndë ta shohësh sidomos gjatë orëve të natës.